Qeveria nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese nën kushte që prekin drejt për drejt identitetin maqedonas pa një parashikueshmëri të qartë dhe një përfundim të sigurt të procesit. Këtë e përsëriti edhe një herë kryeministri Mickoski duke u përgjigjur dje një pyetje të gazetarëve dhe duke theksuar nevojën për një proces të parashikueshëm. Ние можеме да влеземе во авантура, ние не го игнорираме слонот е во собата. Ne nuk mund të hymë në një aventurë, nuk e injorojmë elefantin në dhomë, ai është aty dhe është sjell nga ata para nesh. Nëse duhet do të presim edhe me dekada, por politikat që ndikojnë drejt për drejt në identitetin ton, ndërkohë që nga ana tjetër nuk ofrojnë parashikueshmëri dhe një fund të qartë të procesit, nuk kam ndërmend përsa kohë që jam kryeministër të hinë në një aventurë të tillë me çdo kusht. Për këtë çështje foli edhe ambasadori francez në Maqedoni Christophe Le Rigoler në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, por ai e lidh parashikueshmërinë me miratimin e ndryshimeve kushtetuese si faza e parë e procesit, pas së cilës vendi do të vendoste një ritëm të qartë në rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian. Nous, on a tendance à considérer que le cas de négociation de 2022 Ne priremi të konsiderojmë se korniza negociuese e vitit 2022 ofron këtë parashikueshmëri duke përcaktuar etapat që duhet të ndiqen. Një nga këto etapa është miratimi i amendamenteve kushtetuese. Qëndrimi ynë është se nëse nesër këto ndryshime miratohen, gjë që në parim duket e mundur, duke parë përbërjen e kuvendit dhe shumicën e gjerë të qeverisë, nuk mendojmë se partitë opozitare do ta kundërshtonin një hap të rëndësishëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Qëndrimet e kryeministrit janë kritikuar nga LSDM-ja, sipas tyre deklarata e këtij Mickoskit paraqet tradhtim ndaj interesave kombëtare dhe se me vetdije hiqet dorë nga e ardhmja evropiane. Se potvrdi тоа што го говоревме во изминатиот период, дека Mickoski ja turka zemjata vo izolacija. Kjo do të thotë dekada varfëri të garantuar, breza të humbur për shkak të migrimit të rinjeve, bilet në një drejtim për rinin maqedonase, do të thotë dekada krim dhe korrupsion dhe zhytje në baltën e Mickoskit dhe bandës së tij kriminale. Pse BMRO-DPMN po e minon procesin e integrimit në Bashkimin Evropian? Ish ministri i jashtëm nga radhët e BDI-s Bujar Osmani përmend 3 arsye që veprojnë njëkohësisht dhe e bëjnë këtë kurs të qëndrueshëm: sponsorizimi i jashtëm, mungesa e kundërpeshës së brendshme dhe elektorati pa presion. Në këtë kombinim, shtyqje nga jashtë, boshllëk nga brenda dhe mungesë presioni nga poshtë, bllokimi i integrimit nuk është aksident, është rezultat i një ekuilibri të ri politik, shkruan Osmani në Facebook. Por pavarësisht bllokadës në të cilën është gjendur vendi, në Maqedoni nuk poritet euroskepticizmi. Përkundrazi, një shumicë e madhe e qytetarëve mbështesin anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, një përqindje edhe më e lartë është kundër ndryshimeve kushtetuese. Sipas hulumtimit të fundit të Institutit për Demokraci Societas Civilis, Shkup, të publikuar në fund të janarit të këtij viti, 71% e qytetarëve mbështesin anëtarësimin në Bashkimin Evropian, që paraqet një rritje prej gati 10% krahasuar me vitin e kaluar, por vetëm 24% mbështesin ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, ekziston një dallim i madh mes qëndrimeve të grupeve etnike. 57% e shqiptarëve janë pro ndryshimeve kushtetuese, ndërsa vetëm 11% e maqedonasëve janë në favor të tyre.